Sëmundjet e mëlçisë mbeten një shqetësim për shëndetin publik, ndërsa hepatiti B dhe C kërkojnë diagnostikim dhe ndjekje të kujdesshme. Gastrohepatologja Ariolagjika thekson rëndësinë e informimit dhe zbulimit në kohë. Hepatiti B dhe C janë viruse që kanë një specifik infektimit në mëlçi. Hepatiti B dhe C mund të jetojnë me pacientin në gjendje të fjetën për shumë kohë dhe mandena mund të rikujtohet në terapin dëmtime që shumicën e rasteve janë të fjetura, të pa zanë, nuk e kupton deri në momentin që bëhet problematik. Nëse ne kemi një pacient që vjen me transaminazat të larta, fillojmë të kërkojmë shkakun pse arrin transaminazat. Dhe gjahet me analizë specifike që e gjen virusin e hepatitit B dhe C në gjakun e pacientit. Ajo shpjegon metodat e diagnostikimit dhe trajtimit që ofron sot mjekësia për këto sëmundje. Ne kemi shumë metoda të sakta për me diagnostiku një hepatit B dhe C. Kemi analiza të cilat janë të planifikuara dhe mund të bëjmë në kushtet e poliklinikës. Janë të rimbursuar nga shteti. Në hepatitin C ne mund ta shërojmë 100%. Tek hepatiti B ne nuk mërrim gjithmonë me e shëru. Synimi jonë është me e vu në gjendje inaktiviteti. Domethënë nëse ky virus nuk është aktiv, ai nuk dëmton mëlçin. Kontrollet dhe diagnostikimi në kohë mbeten thelbësore për menaxhimin e hepatitit B dhe C dhe për ruajtjen e shëndetit të mëlçisë.